Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me sot buke që bën mrekulli për flokët, ja si ta përgatisni. Ka shampo të ndryshme të cilat mund të blihen në dyqane për rritjen e flokëve, megjithatë që të gjitha ata mund të jenë toksik për shkak të kimikateve që përmbajnë. Nga ana tjetër, ju duhet të dini se ka disa produkte higjienike që mund t'i bëjnë flokët tuaj edhe më të brishta dhe të thata. Megjithatë, shampoja me sot buke do të rregullojë çdo gjë. Yndyra e cila ndodhet në flokën tuaj dhe në zonën e kokës do të eliminohet falë saj. Soda e bukës është një alkalin dhe falë butësisë që ka, mund të shfrytëzohet edhe si një shampo. Gjithashtu, ju duhet të kombinoni 3 në 1 sasi të ujit me 2 ose 3 lugë gjelle sot buke. Hidhni edhe 10 pika vaj esencial lavando dhe përzieni mirë. Vendoseni ato në kokën tuaj. Duhet që të mbani flokët për 2 deri në 3 minuta. Përdorni më pas ujë të ngrohtë për ta shpëlar atë. Gjithashtu mund të përdorni maskën me kos, mjalt dhe një kohësisht me vezë. Sipas ekspertëve, shëndeti i flokëve kërkon pothuajse përkujdesje të vazhdueshme dhe ushqyerje mjaft të shëndetshme. Disa prej ushqimeve më të mira për shëndetin e flokut nga jashtë brenda sipas të dhënave janë gjithashtu veza, kosi dhe mjalti. Mjalti ndihmon në ushqyerjen dhe në zbutjen e flokut. Sa më i butë të jetë floku, aq më e vështirë do të jetë këputja e tij. Kjo e fundit gjithashtu ngadalëson edhe rritjen e flokëve. Mjalti është i pasur me antioksidantë të cilët mbrojnë shëndetin e flokut dhe të skalpit. Ai ka edhe një efekt pastrues të flokëve. Kosi. Acidi laktik gjithashtu tek kosi ndihmon në hidratimin e flokut. Për më tepër gjatë shpëlarjes, kosi gjithashtu ndihmon edhe në pastrimin e flokut prej qelizave tuaja të vdekura. Kosi po ashtu ka vlera mjekësore dhe njëkohësisht kozmetike të cilat ndikojnë në shëndetin e rrënjëve, majave dhe të skalpit. Po ashtu duhet të dini se kosi nga ana tjetër ka vlera mjekësore dhe kozmetike si për shembull vitaminën B12 e cila ndihmon edhe në rritjen e flokut dhe parandalon rrënjën e tij. Veza, ushqyesit të cilët gjenden pikërisht tek veza janë të njëjtët me ato që gjenden tek një flok i shëndetshëm dhe plot me shkëlqim. E verdha e vezës po ashtu ndihmon kundër rënies së flokëve të brisht dhe njëkohësisht për rritjen e tyre. Mask flokësh me kos, mjalt dhe vezë. Përbërësit që juve do t'ju nevojiten për këtë mask janë 2 vezë, 1 lugë gjelle me mjalt, 2 lugë gjelle me kos. Përgatitja e maskës: rriheni vezët në një enë të thellë qelçi, shtoni 1 lugë gjelle mjalt dhe 2 lugë gjelle me kos. Përzieni përbërësit mirë derisa ju të formoni një masë kremoze dhe njëkohësisht të butë. Po ashtu, masën e aplikoni në skalpin tuaj të kokës dhe në të gjithë gjatësinë e flokut. Atë duhet ta mbani për rreth 20 minuta dhe më pas kokën duhet ta lani me ujë të ftohtë ose të vakët. Uji i nxehtë e mpik vezën dhe ju do ta keni të vështirë që të lani flokët. Kjo mask do të ketë një efekt të zbutës për flokun tuaj. Ajo është perfekte për flokët që janë me yndyr në zonën e rrënjës dhe njëkohësisht nëse keni flok të thatë në maja. Nga ana tjetër, ju mund të përdorni dhe këto maska me vezë për flok me shkëlqim dhe të bukur. Shumë prej vajzave dhe grave e gjejnë veten gojhapur dhe njëkohësisht ndërrimtare pas reklamave për flok të bukur, të dendura, voluminozë dhe plot me shkëlqim. Sipas informacioneve, ndonjëherë këto flok
duken një ëndër vërtet e pamundur dhe megjithatë shumë prej nesh e dinë se sekreti pas një floku të shëndetshëm qëndron pikërisht edhe tek kujdesi. Një prej ushqimeve më të mira për flokët qëndron pikërisht edhe tek përbërësit natyral, të cilët janë pa kimikate si shumica e produkteve që gjejmë në treg. Ajo është e pasur me proteina, minerale dhe vitamina të kompleksit B, që janë thelbësore për shëndetin e flokut. Këto ushqyese gjithashtu janë kontribues të drejtë për rritjen, volumin, shkëlqimin dhe dendësinë e flokut. E bardha e vezës është burimi më i pasur i proteinës, magnezit, kaliumit dhe riboflavinës që rrisin flokun. Megjithatë, e bardha e vezës nuk e zbut flokun si e verdha. Kjo e fundit është një burim më i pasur i vitaminave të kompleksit B dhe të acidit folik. Ajo përbën një alternativë të shkëlqyer për njerëzit të cilët kanë edhe flok të thatë. Kombinimi i këtyre të dyjave së bashku rekomandohet sidomos për njerëzit të cilët kanë flok normal ose mix. Maska me vezë për flokët normal. Ju duhet që të përzjeni një mas të plot me një lugë gjelle me vaj ulliri dhe lyeni flokun në tërsinë e tij. Mbajini maskën për plot 20 minuta dhe më pas lajini me ujë të ftohtë. Këtë maskë duhet që ta bëni 1 apo 2 herë në javë. Ajo ruan ekuilibrat e yndyrës së flokut dhe përmirëson rritjen e shëndetshme të tij. Nga ana tjetër, ju mund të përdorni edhe këtë maskë për flok të thatë. Për këtë maskë juve do t'ju nevojiten 2 të verdha veze dhe një lugë gjelle me vaj ulliri. Lyeni të gjithë flokun dhe mbajeni maskën për 20 minuta. Më pas, lajini flokun me ujë të ftohtë dhe aplikoni zbutës. Maska duhet përdorur 1 apo 2 herë në javë. Floku juaj do të jetë i butë ndërsa skalpi do të marrë të gjithë ushqyesit e nevojshëm. Maska për flokët e yndyrshëm. Për këtë maskë mund të përdorni të bardhat e 2 vezëve dhe, sipas dëshirës, një lugë gjelle me vaj ulliri. Përzjeni së bashku dhe lyeni flokun. Maska duhet mbajtur për plot 20 minuta dhe më pas floku juaj duhet larë me ujë të freskët. Kjo maskë u jep flokëve volum dhe njëkohësisht i zbut ato. Maska për rritjen e flokut. Përzjeni të bardhat e 2 vezëve me 2 lugë gjelle gjel të aloe verës. Maskën mbajini në flok për deri në 60 minuta. Më pas, flokun lajini me ujë të freskët. Maska me vezë dhe banane. Futeni banane në mikser dhe shtoni një vezë të plot dhe pak vaj ulliri dhe përzjeni ato derisa ju të përfitoni një maskë kremoze. Aplikojeni maskën në rrënjë dhe në gjatësinë e flokut dhe mbajini për 15 deri në 20 minuta. Lajini më pas me ujë të freskët. Kjo është një maskë perfekte për flok të thatë dhe për ata të cilët duan volum. Maska me lëng qepe dhe vezë. Për këtë maskë juve do t'ju nevojitet një lugë gjelle me lëng qepe dhe 2 vezë të plota. Përzjeni së bashku dhe maskën mbajini për 30 minuta. Lëngu i qepës do të ndihmoj në rritjen e flokut dhe njëkohësisht edhe në prodhimin e kolagjenit. Si duhet të kujdesemi ne për flokët tanë? Nuk na kushton asgjë që të tregojmë pak vëmendje përpara se flokët të shkojnë në një stad më të keq dhe që dëmtimi të jetë i pandrejtshëm. Ja disa maska ushqyese që mund të bëni 1 apo 2 herë në muaj dhe që janë rekomanduar për të mbajtur gjithë natën në flok. Në pamundësi për ta mbajtur gjatë gjumit, lëreni 4 orë. Ju duhet gjysmë gote vaj ulliri, 2 të kuqe veze, 3 lugë gjelle lëng limoni. Në bazë të gjatësisë së flokut, përmasat mund të ndryshojnë. Mund të luani vetëm me përmasat sipas nevojave tuaja. Njomni një peshqir me ujë të ngrohtë dhe lidheni atë në kokë. Sikur keni dal nga dushi, në mënyrë që flokët tuaj të thithin të gjithë lagështinë dhe të mos jenë të thatë kur ju të vini maskën. Pasi e keni mbajtur peshqirin për rreth 30 minuta, atëherë mund të filloni dhe ta aplikoni masën, e cila duhet të jetë
sa më homogjene. Më pas ju mund të rrethoni flokët me një qese fare të hollë në mënyrë që maska të mos rrëshkasë. Për pastrimin e maskës, ju thjesht duhet që të masazhoni flokët tuaj dhe të vazhdoni ritualin tuaj të larjes. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.